Zoti Brozi, në Shqipëri po mbahen zgjedhjet dhe na ndajnë vetëm pak ditë nga 11 maj. Cili është komenti juaj për një lobim të Partisë Demokratike që është firmosur nga sekretari i përgjithshëm Flamur Noka, $6 milion në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sipas jush, se ky lobim është për të ndihmuar PD-n që të vinë pushtet ndërkohë që janë shqiptarët ata të cilët votojnë, apo për heqjen në ngrata të zotit Berisha? Unë besoj që edhe fshatari më i largët në cepet e Shqipërisë e kupton që ky është një lobim i Sali Berishës. Ky është një fakt tjetër që dëshmon se miliardat e vëna përmes korrupsionit dhe krimit të klanit Berisha nuk kanë të shtëruar, janë gati të paguajnë jo 6 milion, po dhe $6 miliard për t'ia hequr në ngratën, gjë që në fakt më duket një shpenzim krejti i pavend edhe i PD-s edhe i Saliut, sepse nuk do të arrijnë kurrë atë qëllim. Heqja në ngratës nuk bëhet përmes lobimeve, nuk është bërë, nuk do bëhet, dhe duket që ato kanë dështuar që në fillim. Me bëri përshtypje edhe humori, talja që ai s'jam mbaj me në emrin që as duhet t'ja di emrin, ati Lobusi që ka marrë Saliu në Shqipëri. Ja, ai u tall me na ka fyer gjithë shqiptarë, ndjehemi fyer edhe unë që jam këtu në Amerikë, kur tha se e besoj edhe body language, edhe gjuha përmes gjeseve që bënte, po edhe fjalët tyre e tij ishte vërtet një pyrje hapur, një tallje për PD-n, për Saliun, për mbi gjitha një tallje për çdo shqiptar brenda dhe jashtë Shqipërisë. Është e turpshme. Unë, çdo lobim që kanë bërë politikanë shqiptarë, më duket një marrëzi. Është marrëzi të paguash për lobim në Amerikë. Amerika është lobusi më i madh, mbrojtësja më e madhe e çështjes shqiptare. Çdo lobim që është bërë në Shqipëri bëhet thjesht për individ. Është bërë në të kalurën, u bë dhe tani. Shpresoj dhe uroj që t'jetë fundi i lobimeve të çdo politikani në Amerikë. Po, zoti Berisha kur u pyet për këtë lobim tha që nuk janë bërë pagesat nga Partia Demokratike, por janë para të mbledhura nga shqiptarët, atëdhetar atje, dhe garant ka dalë një person nga Tropoja ku në Make Albania Great Again e ka quajtur ai të shoqatën, janë familjar të tij. Tani se çfarë thot Berisha vetëm ato shqiptarë që s'duan ta kuptojnë kush është Berisha e besojnë. Parat, unë i bëj thirrje SPAK, po edhe FBI dhe institucioneve tjera të gjurmojnë paran. Ka shumë rëndësi të vërtetohet nga po vinë parat. Tani patriotët, është para patriot. Unë jam imigrant vetë, s'kam dhënë asnjë parë dhe kur s'do jap për asnjë parti politike në Shqipëri. Kur nuk kam dhënë, as nuk do jap, biles nuk jap as për këtu në Amerikë, për parti politike. Jap për diçka simbolike, në ndim për humanitarizëm, për fëmijët, spitalet e fëmijëve, apo çështje tjera humanitare, po jo për politikë. Pra, të ndiqet paraja, si është e mundur që s'kam mësuar, madje nga interneti, që ky fondacion u ngrit pak ditë më parë, si mundet që për pak ditë të mlidhen qindra mira, e pamundur. Por, le ta pranojmë që patriotët shqiptarë. Këto patriot le të japin publikisht emrat e tyre. Dhe në qoftë se janë patriot, ato duhet t'i japin me krenari dhe thonë, kemi dhënë kaq para, i kemi dhënë në këtë datë, janë kaluar përmes bankës. Edhe Amerika ka ligje dhe për se si lëvizin parat, pra edhe për fondacionet dhe për donacionet e tjerë. Pra, gjurmimi paras do në nësjerë të vërtetën.
Dhe kjo është detyre SPAK, organeve të SPAK-u ka nisur verifikimet në fakt. Në Shqipëri dhe në Amerikë. Me falë, nuk ju gjova. SPAK-u i ka nisur verifikimet përsa i përket lobimit, po a do ta ketë të lehtë që të arritët tek gjurmët e parave? Shumë e lehtë, shumë e lehtë. Në qoftë është vullneti dhe serioziteti i SPAK dhe institucionet tjera shqiptare që duhet i kërkojnë, nëse nuk ja kanë kërkuar bashkëpunimin me njëherë FBI-s, do më thënë do ishte një përpjekje mbase për ta zvarrit çështjen. SPAK duhet me njëherë t'ja ketë dërguar kërkesë